Mirëmbrëma dhe përshëndetje zonja dhe zotërinj. Ritakohemi përsëri së bashku, si çdo të në takimin tonë të orës 20:30. Ne nga studio e RTS Korçës e natyrisht ju nga ekrani i vogël, atje ku i qëndroni besnik emisionit tonë Sport. Një emision që natyrisht përcjell atë çka ka ndodhur gjatë gjithë javës, por ka dhe të thëna dhe të pathëna që ndofta ju sot do t'i mësoni. Kemi zhvillime të reja. Kemi zhvillime të reja për sa i përket atyre fakteve që ne përmendim shpeshherë. Dorëheqje trajnerësh, rezultate pozitive. Po ku janë arritur? Të gjitha këto qëndroni me ne për t'i mësuar se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj jave. Ka qenë një javë e suksesshme, do thosha, për të gjitha ekipet e Juglindjes, duke filluar nga futbolli, voleybolli, natyrisht edhe basketbolli. Por në fund të ne kemi edhe lidhjet e drejt për drejta. Kemi lidhje surprizë sot për të mësuar se çfarë ndodh në ekipet e kategorisë së parë. Kemi një trajner të emëruar, kemi një trajner tjetër të larguar. Përse? Cilat janë arsyet? Këto do t'i mësoni duke qëndruar me ne nga lidhja që do të kemi me kolegët tanë kudo në rrethet. Ne do të mundohemi që gjatë gjithë këtij emisioni, por edhe në emisionet e ardhshme, që kategoria e parë do të jetë në fokusin tonë dhe ne do të mundohemi që të përcjellim atë çka bëjnë rivalët e ekipit Skënderbeut. Natyrisht, kemi një Skënderbe në vendin e parë me 16 pikë dhe kjo fal fitores së kësaj jave. Natyrisht, kemi një humbje të ekipit të Pogradecit, kemi fitore të Devollit dhe të Maliqit në kategorinë e parë, kemi fitore në voleyboll Skënderbeu ndaj Partizanit për femra, kemi fitore në të njëjtën kohë edhe të ekipit të Pogradecit. Por një lajm i mirë vjen dhe nga Erseka. Çfarë ka ndodhur? Do ta mësoni. Qëndroni me ne në emisionin ton Sport këtu në RTS Korça. Miqë zgjata pak, por le t'ja lë radhën të ftuarve, ata që janë pjesë e emisionit ton ku do të përcjellin të gjitha emocionet dhe nëpërmjet analizës tyre ne do të mësojmë se çfarë ka ndodhur kësaj jave. Përfilloj prezantimin me Pandush Tasellari, pedagog. Pandush, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Javë e bukur, a? Shumë e bukur. Por me vështirësi, po kënaqësia ishte okay. E madhe. E madhe. Brendon Sali, mirëmbrëma Brendon. Mirëmbrëma. Emocion, adrenalin? Javë e qetë do thosha në atë. E qetë, Pandushi tha e bukur, a? Por Pandushi patjetër se ka fituar, është i kënaqur sot. Kurse Pogradecin do thosha e lumtur dhe e qetë, do thosha me idhërim me problematikat e veta, po e përgjithshme që pozitive. Hildi Merolli, Hildi mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Një javë interesante këtë kategorisë së parë, Skënderbeu me 16 pikë. Po, besoj mund ta quajmë një javë pozitive me përjashtim të Pogradecit që duke sikur e prishi atë puzzle-in e diçkaje të bukur, po gjithsesi futbolli ka dhe rezultate surprizë, po që ajo që ngro më shumë është fitoria bindëse në shtëpi e Skënderbeut ndaj Kuksit. Petrika Vangjeli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romi. Një Skënderbeu që shkëlqeu apo rezerva pra? Një ekip kundërshtar jo i denj për nivelin e Skënderbeut. Domethënë nuk na tregoi asgjë ekipi Kuksit, ishte një ekip që kishte erdhur të turist këtu tek ne tani. Domethënë një ekip në kategori të parë, por që nivelin e kishte shumë të dobët, kështu që nuk kemi përsëri një njësi matëse për ekipin e Skënderbeut. Pandush, gjithsesi në fund pikët ka rëndësi. 3 pikëshi, Brendoni ta miratoi, por fjala është për ju. Unë këtë vit të Skënderbeu shikoj cinizëm, atë që e kam thënë dhe tek emisioni. Cinizëm apo pragmatizëm? Ti ndajmë pak. Cinizëm dhe të thoja, me rezultatin, herë me lojë të bukur, herë jo me lojë të bukur, ama në fund të ndeshjes rëndësia është atje të 3 pikëshit, nuk janë rastësi atje ku janë në vend të parë, çdo gjë po shkon në rregull me Skënderbeun, do thoja unë. Ildi, çfarë ka ndodhur gjatë kësaj jave? Rezultatet? Për sa i përket rezultateve të kategorisë së parë, në ditën e premte u zhvilluan 2 përballje. Ndihmon edhe regjia me tabelën. Laçi Apolonia me rezultatin 1-1, Pogradeci Luftëtari 2-3. Ndërkohë që ditën e shtunë 4 përballjet e tjera, Bureli Korabi 0-3, Iliria Besa 2-1, Lushnjë Kastrioti 3-2 dhe Skënderbeu Kuksi 3-0. Dhe pas këtyre rezultateve natyrisht vjen edhe tabela. Unë e thash që në hyrjet e emisionit Skënderbeu me 16 pikë. Le të ndjekim se ku janë rivalet e tjerë të ekipit Skënderbeut. Regjia tabelën. Për sa i përket renditjes, kryeson Skënderbeu me 16 pikë, i ndjekur nga Laçi 10 pikë, Iliria 10 pikë, Apolonia në vend 4 me 9 pikë, Lushnja në vend 5 me 8 pikë, Pogradeci në vend të 6 8 pikë, po 8 pikë ka dhe Bureli, Luftëtari 7 pikë, Korabi 7 pikë, në vend të 10 Kuksi me 4 pikë dhe mbyllin tabelën Besa me Kastrioti me nga 3 pikë. Ndërkohë që këto ishin rezultatet, ne kemi edhe një kronik përmbledhëse të kësaj jave, çfarë ka ndodhur në kategorinë e parë. Një kronik që na tregon pak a shumë atë që edhe Ildi tha nëpërmjet tabelës dhe ju të nderuar shikues që po na ndiqni në këto momente, natyrisht i gëzojeni asaj fitore 3-0. Regjia, të lutem pa kronikën.
Lecce dhe Apollonia ndan nga një pikë që për mënyrën se shkoi ndeshja ndoshta u duk rezultati drejt. Ndeshja e dytë radhazi për kurbinasit që nuk fitojnë, ndërsa tek firakët, trajneri Jovanovic ka krijuar një ekip që këtë sezon kërkon të shkojë sa më larg. Në fund të takimit, tekniku serb e theksoi në intervistë për RTS Sport se ekipi i tij meritonte më shumë. Ashtu si shkoi ndeshja, mendoj se meritonin 3 pikë. Improvizuam diçka të mirë në fushë, shpenzuan shumë raste në metrat e fundit. Nuk jam i kënaqur me pikën, por duhet të ecim përpara. Kemi një punë të madhe përpara. 8 pikë nuk janë keq, tani duhet të pushojmë dhe të kthehemi më të fortë. Stefano Senegaliezi, trajneri i Lecce't, konfirmoi se një pjesë e titullarëve ende nuk janë në kondicionin e duhur fizik. Credo una partita condizionata totalmente. Një ndeshje e kondicionuar me erë të fortë. Në pjesën e parë ishim shumë mirë për shkak se ishim të favorizuar. Në pjesën e dytë ishte shumë e vështirë për të dalë përpara. Duhet të ecim përpara. Problem psikologjik në skuadër. Nuk besoj. Kundër Skënderbeu posuam një humbje të merituar. Ishte një javë shumë komplekse. Një pjesë e lojtarëve nuk janë në kondicionin e duhur fizik. Megjithatë, djemt luftuan deri në fund. Skënderbeu duket i vendosur të rikthehet shpejt në elit pas fitores 3-0 ndaj Kukësit. Iliria tregoi karakter duke mposhtur Besën në një ndeshje të vështirë. Korabi dha një sinjal të fortë në transfer ndaj Bureli, ndërsa Lushnja dhe luftëtari treguan se janë skuadra që nuk dorëzohen lehtë, me suksesin 3-2 ndaj Kastriotit dhe Gjirokastrita që fituan ndaj Pogradecit, duke sjell edhe dorëheqjen e Ardian Memas. Ka thënë shumë kolegu ynë në Skarco i RTS Sportit pikërisht këtë kronik që ka përgatitur ku ka bërë pak a shumë një përmbledhje, por ne do të sqarojmë mëngjesisht me atë çka ka ndodhur, ndërkohë që kaloj për pak çaste në bisedën në studio, ndërkohë që regjia pas bisedës më bën gati pikërisht trajneri surprizë do thosha që ka marrë fitore me ekipin e Lushit. Unë po kaloj tek biseda dhe në momentin që regjia është gati, të më njoftoj. Pandush, duket se të gjitha ekipet kanë problematikat e veta, duket që presin edhe pak. A është momenti për të thënë që të gjitha ekipet e kanë arritur atë maksimalen e tyre, se pasi kanë kaluar 6 javë tani? Në një farë mënyrë duhet të ishin atje tek 100% që i tyre, por mendimi im është që ka akoma punë për të bërë për shkak se nuk shikoj një ecuri kompakte midis nga ndeshja e kaluar në ndeshjen e ardhshme. Shikoj ekipe që kanë problematika në mbrojtje këtë javën tjetër kanë problematika në sulm, nuk kanë një kompaktësi ekipe. Shpresoj që... Përse vjen? Cili shkaku? Ai fakt që ndofta ne kemi thënë shpesh këtu që janë ekipe që nuk formohen para fillimit të kampionatit dhe të jetë të kompletuara, bëjnë ndryshime të mëdha, marrin lojtarë që lojtar, pra nuk ka stabilitet. Ka ekipe që formojnë një farë ekipi që në fillim të fazës përgatitore dhe kur vjen fundi fazës e ndryshojnë komplet ekipi. Normalisht një ekip të krijosh një kompaktësi në ekip do një farë kohë, një afat kohë që të lidhen dhe gjitha repartet me njëra tjetra. Brendon, bën përjashtim Skënderbeu nga këto që të paktën tha Pandushi? Besoj se deri diku po, pasi ajo për të cilën u fokusua dhe vëmendja kryesore tek Skënderbeu ishte fakti që u ruajt boshti, ajo tema e famshme që kemi diskutuar dhe para nisjes së sezonit, tek ruajtja e boshtit dhe deri tani po ju jep të drejtë rezultatet, po ju japin të drejtë drejtuesve për merkaton që ndoqi. Ndoshta dhe dobësit e rivalëve, pra kjo rikonfigurimi nga e para e Besës, e Pogradecit, e Iliris, apo dhe ndonjë skuadre tjetër që mendoj që mund të ishte pretendente apo rivale e Skënderbeut sezon. Dhe po ta shikosh ajo që është e dytë, domethënë ato skuadra që janë më deri diku më stabil në rezultate me një farë vazhdimësie logjike, Lecce për shembull edhe Apollonia që bën shumë pak ndryshime në strukturë, pra në një farë mënyre ndoqë në thonjza filozofinë e ngjashme me Skënderbeun, pra me pak lëvizje në merkato, po të shikosh janë deri diku më të suksesshme në këtë fillim kampionati. Ndoshta këto skuadrat e tjera besoj do duan atë që diskutuam edhe para disa emisionesh më shumë kohë. Vërtet është java e 6, por kam përshtypjen do duhet edhe pas dhjetorit që të konsolidojnë një pjesë e këtyre skuadrave, pasi kanë ndryshuar më shumë se gjysmën e formacionit. Dhe sado për 2-3 muaj është ende e vështirë, sado që ne të themi që duhet pasi pikët ikin dhe nuk pret renditje, nuk pret kampionati, gara është e ashpër. Por le të themi nuk është se ka shkputje, përveç Skënderbeut që është kaputur në krye në këto momente, megjithëse është ende erët, nuk ka mbaruar kampionati, të tjerat janë aty, domethënë janë ende e hapur gara dhe mund të rikuperojnë në vazhdim edhe këto gabime hapa falës që kanë bërë këtë javë të para. Ildi, mund të themi që Skënderbeu ka fituar të gjitha të maloren e madhe dhe dal nga dal do të arrijë në maj për të bërë atë zbritjen? Padyshim, përveç fakti diferenca që po krijon me rivalët, por edhe unë mendoj se ka një lloj
filozofie më profesioniste se klubet e tjera, për shkak edhe të eksperiencës qoftë gjithë stafi drejtues të klubit, por edhe të përvojës së lojtarëve. Kjo jep atë të qenurit një marsh më shumë se të gjithë rivalet e tjerë, dhe për fat të mirë Skënderbeu po i shfrytëzon të gjitha këto virtyte në mënyrën më të mirë të mundshëm për të bërë atë shkëputje, dhe pse jo me kalimin e ndeshjeve, pavarësisht se nuk është në të mirë të garës, pse jo të vrasë edhe garën për të krijuar atë distancën e konsiderueshme që jep qetësinë e ngjitjes në elitë. Ka filluar të vrasë kampionati Skënderbeu? Absolutisht jo, po të përmend një fakt interesant, ne kemi luajtur praktikisht vetëm një ndeshje në transfer, sepse ajo po gradicim pothuajse ishte aty në tifozëri dhe ne ndiheshim si në shtëpinë tonë, domethënë në atë aspekt. Kur të shikojmë Skënderbeun jashtë fushë, problematikat që ndodhin gjithmonë në fusha të vështira, Lushnjë, Bureli me radhë, gjitha këto, atëherë po që mund të themi që okay, ky Skënderbeu do ta vrasë këtë kampionat. Po deri tani unë nuk shikoj që Skënderbeu është aty për shkak të fanelës, Skënderbeu është aty i programuar për të qenë aty, sepse është ajo që tha Ildi, ka një strukturë më të mirë se sa ekipet e tjera, ndërkohë që ekipet e tjera akoma vuajnë në këtë pjesën e infrastrukturës derisa të ngrenë ekipin. Ne kishim domethënë kishim ekipin, mbajtëm atë boshti që e kemi cituar shpeshherë, që unë e them edhe vazhdoj ta them që e nënvlerësuam kategorinë e parë. Gjithsesi, jemi këtu ku jemi, për Skënderbeu do duket kur të filloj të luaj jashtë fushë. Një ndeshje jashtë fushë kemi lënë pikët. Atë po gradecin të thashë quaj brenda, kështu që kur të vazhdojmë të shikojmë Skënderbeun që nga transfertat e ardhshme, atëre mund të flasim edhe si do të shkojë, domethënë mund ta parashikojmë shumë kollaj si do të përfundoj. Po ç'është transfertash? Ç'është transfertash? Kategoria e parë ka ekipe shumë të vështira, sidomos janë ekipe që në fushën e tyre rrallë herë falin pikë, siç është Lushnja, Fieri, Bureli, Korabi, Kastrioti. Pra ju mendoni që, se të paktën edhe Brendoni po dëgjoj që ta miraton, ju mendoni se kur të vinë ato ndeshjet që të paktën themi në zonën e jugut, pra ekipet që janë atje që të paktën ne shpresojmë që të mos ndodhë kjo ide që po themi, dhe Skënderbeu të ketë një vazhdimsi. Po ndoshta më falni një moment, sepse regjia më njofton në këto çaste që kam një lidhje të drejtë për drejtë, pikërisht Ditmar Bicaj, trajnerin e ekipit të Lushnjës. Ujk i vjetër i Skënderbeut, se si më erdhi kur të prezantova trajneri i ekipit të Lushnjës. Mi mbrëmë gjithëve, mi mbrëmë Romeo, po ju ndjek me shumë kënaqësi, edhe bie shumë dakord me fjalët e të atje, sepse në shumë gjëra dhe mua më përputhen mendimet në analizat që bëhen sidomos për transferta që do ketë Skënderbeu në fushë shumë vështirë. Kur të vim në Lushnjë? Kur të vinë në Lushnjë do të kolegtemi këtu në studio. Po vajtë mirë, do na velush. Fazën e tretë varet nga shorti. Ditmir, shpëtove ti, nuk do të jesh edhe si dhe ndërkohë që je. Nuk do të jesh këtu, kështu që do të vish me Zafir, do të ndjekish ndonjë ndeshje të Skënderbeut kështu për të parë se çfarë bën ky ekip kështu, ha? Unë isha edhe javën e parë, Skënderbeu Bureli. Mendoj që Skënderbeu është ekipi i kolauduar më mirë, është ekip që ka më shumë kualitete, në mënyrën se si performon, mendoj që është ekip Superligë. Ka një armë shumë fort që mendoj që është ritmi, është mbi të gjithë me ritmin e saj, mos harrojmë, pavarësisht se po gradecin mund ta konsiderojmë sikur ka luajtur në Korçë, por diferenca në atë takim është bërë mbas 45 minutave të parë, kështu që mendoj që Skënderbeu edhe fizikisht, por edhe tekniku-taktikisht është mbi ekipet e tjera. Atëherë Ditmir, po kaloj tek ju personalisht. Pse bë zgjidhje Lushnjën? Po pse bëra zgjidhje Lushnjën? Tani duke parë që ende nuk e shoh veten që jam gati për një ekip në Superligë, sepse njeriu duhet të këmbët sa ka i organin. Mendoj që Lushnja ishte një ekip që më përshtateshë më shumë. Nuk mund ta merrja që në fillim të kampionatit, jo Lushnjën, por një ekip tjetër me për ambicet e mia, dëshiroja shumë që ta merrja që në fillim kampionatit, sepse është ndryshe kur gjen kur ndërton ekipin. Po kur është ndërtuar nga një kolekt tjetër, sepse futbolli dhe trajniku ka ide, çdo trajner ka idetë e tij për mënyrën të luajtur, kështu që
por na mbetet vetëm që të përshtas idetë e mia me grupin që kam një grup jashtëzakonisht shumë të mirë, por na duhet ende shumë punë për të bërë, sepse në këto 6 javë kemi lënë goxha pikë rrugës. Në bankinë, natyrisht, ju në drejtimin e parë të Lushës dolët me fitore. Si u ndjet? Po ishte një takim i vështirë, por edhe u rrezikuat pak nga fundi. Me la një shije jo të mirë, sidomos 20 minutë i fundit, sepse marrim gola që unë duke qenë se kam qenë në pozicionin e mbrojtjes, lojtarët do të jenë pak më shumë fanatik. Do të jemi fanatik sepse djersa dhe mundi i gjithë shokëve nuk mund shkojë dëm për 1 ose 2 individ që kanë mungesë përqendrimi. Kështu që na duhet që të jemi më fanatik në detyra, na duhet që të vlerësojmë më shumë veten dhe mbi të gjitha të respektojmë fanetën që vesh. Çfarë objektivi keni me Lushnjën? Po Lushnja ka 3 sezona që nuk e provon shihen e play-offit. Kur themi play-offin, themi për gjashtë lart. Unë si vitin e kaluar që pata një objektiv personal me Burrelin. Për ta provuar shihen e play-offit, pra dhe arriti ta bënja. Dhe mendoj që arrita, pavarësisht se mund të bëni më mirë edhe në play-off, por duke parë dhe buxhetin, duke parë dhe mënyrën se si erdhi kampionati që nuk është se kishin një stol. U ndje shumë lodhja, sidomos 4 javë të fundit kampionatit. Por ishte një trampolin shumë e bukur, një eksperiencë shumë e bukur ajo Burrelit. Kështu që unë dëshiroj shumë që personalisht jemi të 4 vendet e para, por mbi gjitha edhe për objektivat e klubit që jemi tek 6 më të mirat e kategorisë parë. Detmir, kanë filluar dorëheqjet e trajnerëve. Natyrisht ju jeni një trajner i ri, por që se si duken në këto javë të para largohen shumë trajnerë, kam parasysh të Superligën, kam parasysh kategorinë e parë me Memën, ndofta edhe ekipet të tjera po bëhen gati. Si ju duket, domethënë, ky institucioni i trajnerit dhe sa të vështirë e keni ju, sepse po mos arrish rezultate 3-4 javë, thonë hajt kollaj ka fajin trajneri. Po tani Romeo, të jemi sinqert, kjo puna e trajnerit është shumë delikate dhe shikoj që po i besohet më shumë trajnerëve tuaj edhe pse me paga shumë të majme. Kur vjen puna pastaj te rezultatet për të performanca, nuk mendoj që bëjnë shumë diferencën. Puna e zgjedhjes së trajnerëve mendoj që është strategji. Është strategji e çdo klubi, e çdo presidenti. Është dhe pak fat për ju. Po, dëgjoj, jeta është vetë fat. Jeta është vetë fat, por ajo që unë mendoj që ne duhet marrim 2-3 shembull më të mirë të presidentëve. Një ndër to mendoj që unë kam qenë pjesë e Skënderbeut dhe e di shumë mirë se sa i durueshëm është presidenti Takaj dhe sa kohë ju jep trajnerëve për të futur idetë të tyre në skuadër. Kështu që kam kaluar shumë trajnerë të Skënderbeut, ka pas edhe momente jo të trajnerëve, por mbi gjitha ka qenë vendimet e presidentit që i ka dhënë besim dhe pastaj kemi kaluar nga situata jo të mira, kemi kaluar në situata jashtëzakonisht shumë mira. Pra, do durim, si çdo gjë në jetë do durim, por shumë president e keqja më e madhe është që ndikon nga njerëzit që i rrethojnë. Pra, këto janë e keqja futbollit shqiptar, njerëzit që rrethojnë presidentët, këtë nuk e them vetëm unë, e rrethojnë të gjithë. Bën pak si muhabet e tavolinash. Dhe po sigurisht sepse dashje pa dashje një person është edhe ai presidenti që ne themi i futbollit dhe ka ndikimet e veta. Dhe duhet të ketë sa më shumë këshilltar profesionistë dhe jo nga këto këshilltarët në mënyrë miqësore themi. Dithmar, unë të kam intervistuar me dhitra herë dhe ke ngelur përsëri ai Dithmar i hapur, i drejt për drejt dhe shumë bashkëpunues me mediat. Mua nuk më ngele që ti të vetë të uroj suksese me ekipin e Lushës dhe sa më lart në karrierën tënde që ke nisur. Faleminderit Dithmar Bicaj. Suksese ju dhe Lushës. Faleminderit shumë dhe ju përshëndes gjithë. Faleminderit. Andush, Bicaj. Përmendi. Tha shumë të vërteta. Foli drejt, foli hapur, pa dorashka. Jo, kjo është e bukura. Po. Ishte me këmbë në tokë edhe për pjesën e Lushnjës, për pjesën e objektiva dhe për objektivat personale që ai përmendi, që nuk e ndjente veten gati akoma për të bërë një hap akoma më lart. Shko, unë mendoj që këtu mund të shfizonte Bicaj, nëse për shembull kishte një mundësi për të bërë hapin më lart.
Sepse nuk është se vinë gjithmonë ofertat atëre kur duhet, e kupton? Ai ndoshta nuk ka gati. Nga fjalët e tija, ndoshta ai ka pasur edhe oferta nga ekipet e superiores, por ka dashur ta provojë akoma, ndoshta edhe për çështje eksperiencë për veten e tij. Të konsolidohesh, po ja nëse nuk konsolidohesh te Lushnja, për shembull. Nëse nuk jetë te Lushnja. Jo, është ideja këtu. Mos te Partizani, se sa mos të ecë te Lushnja se kthehesh prapë aty ku ke qenë. Unë në këtë prizmë shikoj. Po, është logjika që thaj, sepse ka një. Jo, ai është në rregull, po flas. Në mirë mos të ecë te Partizani që s'ke, domethënë që ke kishte presion, okay. Ne marrë vesh thosh në klub. Kalojmë pak përsëri rikthehemi tek ekipi Skënderbeu. Ildi, çfarë patë ky Skënderbeu ku regjia në këtë momente mund të mbulojmë me planet pikërisht golat e realizuar dhe mund të i bëjmë një analizë këtij takimi. Ildi. Për sa i përket Skënderbeut, pas një dominim dhe e bëri kundërshtarin që të dukej tepër i vogël, pasi ne të gjithë mund të themi shumë thjesht jo po Kuksi nuk arriti, po që besoj se merita absolute ka padyshim edhe Skënderbeu që arriti ta menaxhonte. Ky është momenti 11 metrash të humbur nga 6 minuta në 86. Si ndeshje. Ndërkohë që kjo është festa, shko, më bën përshtypje diçka, shko ku kanë kaluar tani tifozët e ekipit Skënderbeu dhe kanë ndryshuar dhe emrin. Ky është goli i parë i Nasër që humbi topin për tij. Faktikisht kanë kaluar aty ku duhet. Zakonisht ultras edhe në Europë janë mbrapa portës. Jo, më bën përshtypje fakti, regjia mund të më jap edhe një herë, nuk është ajo tabela. Është një sektor i ri, ujë si janë muqit e të Borës. Si janë muqit e të Borës. Kujtëm se si mirë prapë ujshën me të këta thjesht janë ushqyer të vegjël. Janë moderuar. Kemi riformatim të tifozërisë. Siç po reformatorët. Këtu duken më bukur këta tifozë. Nuk, shiko, në Shqipëri neve na duket pak sa e habitshme se si mi mësuar, po logjika atij është. Dakor, po shiko, stadiumi tonë unë mendoj që kur të vi përsëri koha. Okej, se e ndërpret Ildin, jam marrë fjalë shpejt. Ildi, një koment mbi të gjitha mbi golat që ka realizuar Skënderbeu, por edhe ky 11 metrash i humbur, gjithsesi duket se gjata del tek Po, besoj se fakti pozitivi i kësaj ndeshje veç të tjera ishte. Jemi tek Nasri, tek goli i parë i Nasri. Është çështje individuale ti domethënë. Më shumë ky ishte një gabim i portierit. Këtu fajin pesha më e madhe e fajit i bie portierit, një mos rakordimi i dur dhe futbollisti Skënderbeu të arriti ti marr kohën dhe ta rikuperoj topin në mënyrë vendimtare duke e pasuar te Nasr i cili bëri një finalizim të dur, ndërkohë që për sa i përket zhbllokimit të Mario Gjatës, besoj se ky aspekt do t'i jap një frymarrje ekstra repartit ofensiv, pasi her pas here kemi pasur ato dilemat tona për sa i përket zgjidhjes që ka ofruar sulmi në këto ndeshjet e para dhe besoj se tani do të shikojmë një Skënderbeu akoma më të freskët qoftë nga ana psikologjike, por edhe për sa i përket energjive apo për sa i përket asaj lojës së bukur që ne her pas here ngulmojmë dhe kërkojmë që të shohim në fushën e ble. Po të shikosh pjesën e parë, po Brendon. Pjesën e parë të paktën nuk patëm ato rastet e shumta për shënimin e golit. Domethënë shfrytëzuan pak ato momentet, çështja unë thash Nasri, çështje individuale. Çështja e parë unë do thosha goli i parë dhe pak presion që t'japi meritën nga që Baba Musa mos gaboj që ka bërë pressing portierit, se vërtet e humbi portier, po do të themi si e humbi. I bëri pressing dikush se humbi vetë kështu nga qefi. Më pas Nasr ka bërë dhe golin e tretë, që ka qenë një finalizim mjaft i bukur, një gol shkruar nga një krosim nga e djathta me një goditje me të parën në qendër, domethënë ka qenë një ekzekutim mjaft i bukur dhe Nasr këtë ndeshje ka bërë le të themi detyrën ose më saktë atë që i kërkohet, që pritet nga Nasr. Që her pas here le të themi duket si lojtar paksa egoist, që është pak egoist para portës që nuk pason, po këtë radhë ka bërë vërtet diferencën, pavarësisht se rivali mund të themi që Kuksi nuk ishte në nivelin e ekipeve pretendente të kategorisë parë. Por po më pëlqen që edhe trajneri Gjoka si në krahun e djathtë po alternon Gjinin, Nukicin dhe në qendër midis Gjatës dhe Tajos, madje e urojmë Gjatën dhe shpresojmë që ky gol të jetë i zhbllokimit edhe nga ana psikologjike dhe morale për lojtarin dhe që të ketë në vazhdimsi paraqitje të këtij niveli. Do thoja që edhe trajneri Gjoka përveç se ndoshta që do që ti provoj se në fundin stërvitja ai ishte për javë dhe normalisht që zgjedhja e tij është formacioni, por që më pëlqen që nuk ka titullar të padiskutueshëm. Domethënë përveç disa momente e posteve të pozicioneve të caktuara në skuadër, këta lojtarë, sidomos pjesa e sulmit, hiq Nasr, pjesa tjetër duhet të ndihen le të themi në garë me njëri tjetrin dhe kjo mbase do i shtyjë që të përmirësojnë akoma më shumë nivelin e javës. Shumë rotacione shikojmë sidomos tek sulmi. Po, ka konkurrencë në ekip dhe kjo i bën mirë Skënderbeut. Shkak se sikur
ato 5 minuta të ysh në lojë je i detyruar të japësh 100% për arsye. Unë kam thënë dhe në emisionin e kaluar që Ynë Tajo si zvendësues delte goli, Ynë Gjini si zvendësues delte goli. Po kur i fut pastaj që minuta e parë është shumë e vështirë. Do të them është çështje psikologjike mendimi im është çështje psikologjike, nuk e di, ndoshta i kam ndonjë edhe ritmi fizik sepse kundërshtarët 20 minutat e fundit janë pak më të rrezikshëm, nuk është çështje psikologjike. Po besoj ndikon edhe ana psikologjike shumë e rëndësishme në futboll, por unë dua të veçoje diçka tjetër, mos e harrojmë, një gjë tjetër pozitive nga kjo ndeshje ishte padyshim aktivizimi i 2 lojtarëve nga ekipi të rinjve. Me në fund. Gjithmonë 3 ishin, se ishte Nasto, Laze dhe po Ukiçi ka jo, ishte dhe Hasa, se ishte Asa, po Asa ka qenë më konsoliduar duke qenë pjesë. Kurse për pjesën e Lazës dhe të Nastos realisht ne shumë herë kemi diskutuar në studio që është momenti dur që këta të rinj që janë pjesë e Skënderbeut të marrin ato minutat për të krijuar atë eksperiencën dhe besimin e dur dhe shpresojmë që pse jo të tjerë futbollistë apo më shumë minuta të kenë në dispozicion të lojtarëve të rinj që kanë përshtypjen që e meritojnë më së shumti që të shpalosin talentin e tyre. Petrika, prit, do të bëj një pyetje, pastaj mos më kalon në rregull. Pyetja ime është këtu. Çfarë kritika do më bësh mbrojtjes të radhë? Shiko, një gabim i zakonshëm i Xhunfur nuk është shfrytzuar sërish nga ekipi Kukësit. Pra, ka bërë gabim me Pogradecin, ka bërë gabim me Laçin, ka bërë gabim me Lushnjën, bën edhe me Kukësin dhe përsëri nuk shfrytëzohet nga ekipi kundërshtar. Do të thotë që ekipi kundërshtar nuk ishte në nivelin e përcaktuar. Për ta lidhur dhe me pjesën e të rinjve, domethënë Skënderbeu duhet të shkojë në kategori të dytë që të fillojë të provojë për ta talentet, ose duhet të jetë një ndeshje pa presion, e zgjidhur totalisht. Në mënyrë që po jo, nuk është normale Romi tani, se ne kemi thënë që s'është normale kjo. Se jeni kategori të parë, kemi thënë normale se rrezikohen pikët, rrezikohen trajneri, rrezikohen shumë gjëra ashtu e kuptoj. Jo, Taka nuk është trajner mos skifri. Mirë, është ajo që tha edhe Bici që Taka është shumë i duruar në kjo pjesë dhe shumë mirë bën sepse po thoya këtë që duhet një ndeshje fare pa presion. Po në këto lloj ndeshjesh nuk mund të zbulojnë atë talentin ose elementin. Nuk i fiton dot lojtarët në ndeshje pa presion. Urdhro? Nuk i fiton dot lojtarët në ndeshje pa presion. Ti do të thurinë i talentit përpara duhet të shfaq veten e tij në një ndeshje që nuk mund ta quaj të thjeshtë në thonjë. E qartë. Po kështu atë nuk kemi për të Brendon, të bëjmë pak tash të them. Erdhi momenti që Ramos priste të hynte në fushën e lojës. Po, ne pam po bënte nxemjen, ishte. Kemi qenë dy në kabinën e transmetimit, së bashku, e ty s'e shpëton gjë nga këto, po më thuaj pak. Jo, ideja është që e përgëzoi trajnerin Gjoka, unë besoj që Ramos ende nuk e ka kondicionin 100% fizik, sado që tash po thuaj se një muaj që po stërvitet me skuadrën, besoj është afër, domethënë Ramos është afër aktivizimit, besoj javën e ardhshme pas kombëtarës do të jetë në formë në gjendje të paktën për të qenë në dispozicion. Analizo pak atë veprimin e Ramosit. Besoj e mori pak sa, s'po them keq, po le të themi, është normale që lojtar ka pak kënaqësi, të gjithë duan të luajnë dhe të gjithë duan të luajnë dhe titullar dhe këtë ta pranon çdo lloj lojtari në çfarë lloj niveli dhe amator, jo më në nivele profesioniste që në çfarë edhe nivelet më të larta ekzistojnë këto. Po ajo është më se normale, nuk do vija shumë. Çfarë ta Gjoka në vesh? Do luash pas kur të kas kombëtare. Jo, ta them unë çfarë tha. 3 muaj në Brazil, as pas përgatitore. Po ishte kaq bisedë gjatë. Ishte pak bisedë. 3 muaj, do luash, tash bare çef do bësh. Jo, po Ramos si duhet të themi këtë gjë që mbrojtet edhe në këto momente, Vangjeli ka bërë paraqitje shumë të mira, Zenullari në mungesë të shaqjes edhe këtë ndeshje bëri paraqitje shumë të mirë dhe shaqje kur ka qenë para dëmtimit në Pogradec ka bërë paraqitje të mira, kështu që përveç Dumfurit që e ka pikë të dobët kolegu ynë që e kritikon shpesh për gabimet, pjesa tjetër e mbrojtjes përgjithsisht deri tani ka qenë e konsoliduar dhe me paraqitje të mirë. Doja të theksoja me qyn pak tek mbrojtja dhe ta kërkoj 11 metër që pam që shkaktoja Abubakar, 11 metër që me Kukësit krejt i panevojshëm. Ka marrë dhe një karton tjetër të verdhë po në mesfush për një faull tjetër panevojshëm dhe është era e tretë ose e katërt që e tretë që e merr, kështu që është një karton para pezullimit. Dhe është një lojtar që kemi vlerësuar si goditja më e mirë që kemi bërë në merkato që kemi afruar si vit, është një lojtar që ka potencial në mesfushë që tenton të luajë deri diku me topin, të lidhë reparte, të vertikalizojë dhe besoj që është i pa pikur ende për pjesën e ndërhyrjeve që bën, sepse duhet të evitoj këto kartona që ishin jo vetëm këto dhe në raste të tjera mos e të evitueshme në mënyrë që të bëhet vërtet një lojtar cilësor siç i ka IS Skënderbeut në mesfushë. Ildin, nuk pa me Strelën. Ndërkohë që më jep një informacion për shaqen, është gati pas disa ditësh për të rifilluar. Përsa i përket Strelës dhe Strela ishte në tribunë në këtë duel, ndoshta kishte një shqetësim muskulor dhe nuk ishte gati përsa i përket.
ndërkohë që Shaqe vazhdon ende të jetë në atë fazën e rikuperimit, ka probleme me syrin dhe për fat të keq do të duhet të qëndrojë jashtë edhe për disa javë. Mund ta ndihmoj fakti që kemi ndërprerja mund ta shkurtoj. Regjia do të luajë lidhjen e radhës me Fatmire Ficën, ndërkohë që Ildi flet dhe jep opinionin e vet, edhe një regjia, të lutem. Po. Por që besoj se është momenti i dur që dhe lojtari të krijojë atë rikuperimin e plot, pra mos rrezikohet se kur bëhet fjalë për shëndetin, këto gjërat e tjera kalojnë në plan të dytë, po pozitive është fakti që nuk po edhe Luka Vazquez nuk është gati akoma dhe besoj se do të duhet dhe gati 2 javë për të qenë me grupin për shkak të rreqjes. Ndosh kjo javë, kjo ndërprerje e kampionatit, si mendon, e uli ritmin e Skënderbeut të paktën sepse thuhet shpesh që këto ekipet kryesuese kur ndërpritet kampionati nuk ju vjen mirë, sepse janë në ritëm mjaft të mirë. Dhe sa ekipet që kanë mungesë rezultatesh, duket sikur thonë të kemi pak kohë për të rikuperuar. Unë them se ajo është e nevojshme, u bën mirë të gjitha ekipeve për shkak të riformatimit fizik, do thoja, është e nevojshme të keni një pushim 10 ditorsh, do thoja, thjesht për atë rikuperimin fizik, për shkak se ka qenë një kampionat, do themi 6-7 ndeshje sa janë bërë, po 6 javë, ç'mund të themi pastaj sidoqoftë ka qenë, po ta lidhesh bashkë me fazën përgatitore të bërë. Ndoshta të qellon sa herë ty. Gjithsesi unë do ta mbaroj, po ta lidhesh bashkë me fazën përgatitore dhe deri më sot janë gati 3 muaj intensive. Dhe them që është e nevojshme ky pushim. Dhe më intensive do të vi sepse fillojnë në mesjavë edhe ndeshjet e kupës, kështu që ekipet do të kenë. Në lidhje të drejtë për drejtë kam Fatmire Ficën. Fatmir, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romeo, ju dhe të ftuarve tuaj. Të përshëndes dhe faleminderit, po miqtë disi më thanë më njëherë sa dëgjuan që kam lidhje me Fatmire Ficën, sa keq na ka ardhur për besën thon. Keqardhja në fakt është shtuar jashtëzakonisht shumë me këtë gjendje tepër kritike, si asnjëherë tjetër më parë, por kam një përshtypje që të paktën premtuese është loja. Rezultatet po mungojnë. Kjo është e vërtet, shumë e vërtet madje, dhe ka krijuar një hidhërim të madh në radhët e sportazhëve Kavajas, aq më tepër që jemi në prag të 100 vjetorit Besës, dhe e vërteta është që ndjesia se si po pritet në radhët e kësaj skuadre aktuale është të tmerrsisht negative. E them kështu sepse janë të huaj, janë lojtarë që nuk Fatmir, regjia nuk duroj dhe shko çfarë më kanë nxjerrë përpara. Fatmire Fica, një top, 2 topa, 100 vjet, thot ekipi Besës. Çfarë është kjo, Fatmir? Është surpriza më e bukur që vjen sonte për televizionin tuaj, për Korçën, aq shumë futbolldarëse, për kulturën e saj të madhe që përfaqëson, për ata specialistë të mrekullueshëm që punojnë dhe drejtojnë atje, por ndërkohë është një homazh edhe për brezat, jo vetëm të Kavajës te ky libër që i kushtohet vërtet Besës. Pra, është kopertina e librit që ka mbritur në dorën tuaj dhe unë e kam këtu në studio tani. Sot ka dalë nga votimi rreth orës 16 dhe jeni i pari televizion që e promovoni këtë vlerë sportive të një qyteti që e don kaq shumë sportin. Ne e themi në Kavaj një lloj si buka që kështu që megjithatë futbolli ka në Kavaj është pjesë e 2 kolonave themelore, që janë feja, futbolli i dyti në mes dhe demokracia. Kështu që ka shkuar me këtë votim, ka shkuar në vendin e vet historia aty ku duhet jetë. Fatmir, ka qenë një javë që natyrisht kemi Skënderbeu në krye, por ju surprizë, apo është një realitet i pritshëm, ma keni thënë që në emisionin e parë që do ta shikoj Skënderbeun atje në krye? Jo vetëm që nuk është surprizë, por është, do të thoja, nga gjërat më të veçanta në futbollin shqiptar që brenda 6 javëve të para Skënderbeu siguron 6 pikë diferencë. Imagjinoni çfarë mund të ndodhi mas 20 javësh apo deri në fund të kampionatit, që ky Skënderbeu po luajti me këtë ritëm, po luajti me këtë dëshirë, po luajti me këtë intensitet sportiv, e përsëris këtë fjalë intensitet,
Pikët i sjell intensiteti, i sjell volumi, i sjell pressingu, i sjell loja organizuar dhe mbi gjitha një klub që funksionon në harmoni. Skënderbeu të gjithë këto komponentë po i plotson në mënyrën më të mirë të mundshme. Madje do ta quaja, nuk kam bërë sot për shkak të librit një investigim statistikor, por ndoshta në emisionin e ardhshëm do të kemi një investigim statistikor për këto rezultate që madomendja Skënderbeu rrallë se mund t'i ketë patur në kaq javë, kaq shumë pikë. Fatmir, kë shikon ati afër Skënderbeut? Pra, Skënderbeu frymëmarrjen e kujt ndjen? Apo është lart tani dhe s'ka ndonjë frymëmarrje ndonjë ekipi tjetër? Jo, ne po e themi siç e thon sportivisht gjitha ekipet kur janë në nivele të tilla. Skënderbeu ka rival vetëm vetveten. As Flashin që është i dyti, jo më këto që janë nga mesi e poshtë, që nuk bëhet fjalë që për skuadrën e Skënderbeut nuk mund të llogariten më si kundërshtar, po vetë se duhet të ruhet nga një terminologji shqiptare, jo se po e them unë sonde, që është euforia. Larg euforisë, afër futbollit me intelekt, afër futbollit të zhvilluar me një dinamik perfekte në fushën e lojës, sepse vetëm kjo bën që të korren në rezultate dhe mbi të gjitha të kënaqet spektatori korçar. Fatmir, po jo vetëm ai. Po, kam një pyetje të paktën ndoshta mund të jetë në kuadrin, thashë them, por ju mund të ma konfirmoni zyrtarisht, ka filluar të lëkundet pankina e Durrës apo jo? Çfarë informacioni keni? Informacioni im është që të paktën jo kaq pikë sa ka Besa, po edhe mos kishte asnjë pikë fare, deri në janar Durrë nuk preket. Okej. Ky është konfirmimi më i fundit që vjen nga stafi Kavajas. Unë thuajse çdo natë me zëvendësin e Durrës, me zotin Ylli Teliti, nipin e Qamil Teliti të famshëm, unë qëndroj se e kam një shok veçantë atë dhe thuajse nuk më ndam. Pra i merr kështu informacionin nga brenda, ha? Informacioni është jo vetëm nga presidenti Bizhdili, sepse të drejtën për ta lëvizur trajnerin e ka vetëm presidenti. Jo, pra se po qarkullonte në brenda vetë stafit. Po qarkullonte në disa portale që Durrë po bëhet gati domethënë për t'u larguar, por ju më konfirmoni pra që Durrë do të jetë. Të falenderoj Fatmir Refica. Faleminderit shumë për të lidhje, do të jemi së bashku. Suksese Skënderbeut edhe juve në emisionin tuaj të mrekullueshëm që besoj i kënaq jo vetëm korçarët, po kudo që dëgjohet Jehona e kësaj ecurie të mirë të këtij Skënderbeu që vërtet është tamam si heroi ynë kombëtar. Fatmir, Skënderbeu i madh. Kam e diçka për të thënë. Të paktën ne si redaksi, si programacion, kemi marrë përsipër këtë shtrirje gjeografike për të përmendur të gjitha ekipet që luajnë në kategorinë e parë. Ky është shërbimi që ne mundet t'i bëjmë nga kjo studio, e natyrisht na vjen mirë që kishim ditë marr bicajn para pak çastesh, ju kemi ju gjithmonë për të na thënë, por do të shtrim gjeografinë edhe me të tjerë. Ky konstatim jo vetëm që i bën mirë futbollit shqiptar, jo në rastin tim që merrem në mënyrë të qenësishme, do të thoja, me këtë proces të statistikave, të njohjes nga afër të gjitha problematikave që lidhin kategorinë e parë. Por ka një gjë që nuk duhet të harrojmë, me përjashtim të ndonjë skuadre modeste ku kam parasysh vetëm Ilirin, po edhe ajo ka luajtur një herë në kategorinë superiore në vitin 92-93, madje ndeshjen e parë e ka patur me Besën e Kavajës. Ndaj dhe kam përshtypjen që të gjitha skuadrat këtu nuk mund t'i quash të kategorisë parë, sepse kanë duhet... Janë ekipe që kanë provuar dhe Superligën. Po, Fatmir Refica, të falenderoj dhe do t'jemi javën e ardhshme përgatitur, kemi kombëtaren, do të flasim për ekipin tonë kombëtar. Faleminderit Fatmir Refica, kishim pra në lidhje të drejt për drejt Fatmir Reficën, i cili pandushta Skënderbeu ka tani tha vetvete. Ndoshta flet për shkak të shkëputjes së pikëve, po e tham edhe më përpara bashkë me kolegët këtu që është thjesht fillimi. Okej, jam dakord. Fillimi mbarë gjysmë e punës, po që duhet parë më tepër në ndeshjet jashtë fushë. Unë do të bëja një krahasim. I mëshoj asaj që thash dhe më përpara. Po. Një krahasim shumë shkurtër, megjithëse nuk është e njëjta skuadër dhe i njëjti kontekst. Skënderbeu i 2016-s, domethënë që ka marrë Agostinelin, nëse s'gaboj, domethënë javë para, ka qenë pothuajse në kryetësi i merrta ato ndeshjet me 1-0 me pak, domethënë nuk është i njëjti kontekst, po thjesht për krahasim.
Dhe Agostinelli deri në fund fazës parë Skënderbeu ishte në krye ose aty afër. Kuptohet, Superliga asaj kohe kishte më shumë nivel me Kuksin, Partizanin, Tiranë nivele shumë më të larta se sot dhe rivaliteti dhe në klubet e tjera që më i fortë. Dhe momenti kur Skënderbeu ka bërë një humbje, më të gaboj, me Tiranën e Dajës në Tiranë 2-0 dhe më pas filloi të shkiste këmba në ndeshjen e vazhdimit dhe në dhjetore ka mbyllur në vend të tretë. Prandaj po them që edhe Agostini në atë moment ndihmoi pak sa kalendari, po fitonte skuadrat se ishte zonjë skuadër, kishte Amdi Salin, kishte emra pafund Sabien Lilaj në me shok, Urges Shein e të tjerë. Jemi zonjush tani. Jo, si jemi zonjush apo jemi një shkallë minimumi më poshtë se sa ata që ishin. Dihet çfarë jetë, tani mund të jesh kështu Neandertal. Kështu që duhet kujdes nga euforia siç thotë. Po, ndërkohë mbyllim pra këtë pjesë të Skënderbeut, Hildi kemi diçka për shtuar apo? Jo, përsëri. Po. Ndërkohë një ndeshje që natyrisht ishte shumë dramatike, është ajo zhvilluar në stadiumin Gjergj Kyçyku, ku ekipi luftëtarit ka surprizuar, do të thosha, ka fituar ndaj ekipit të Pogradecit. Regjia mundet të më jap kronikën dhe më pas rikthehem në studio për të diskutuar mëgjërësisht pasi kemi edhe zhvillime, atë ku trajneri Art Mema ka dhënë dorëheqjen nga ekipi dhe lajmi i fundit është që presidenca e ka pranuar një gjë të tillë. Të ndjekim kronikën dhe më pas ne do diskutojmë edhe me gazetarët e kolegun tonë Redi Dandallaku nga Pogradeci, por gjithsesi së pari le të ndjekim kronikën. Luftëtari arriti fitoren e parë të sezonit teksa fitoi 3-2 në Pogradec për javën e 6 të kategorisë së parë. Ndeshja dhuroi 5 gola, 3 për të cilëve në pjesën e parë, e mbyllur 2-1 për miq, si dhe me një karton të kuq për vendasit. Diamanti shënoi në minutën e 9 duke dhënë kryesimin luftëtarit, që më pas dyfishoi me Isterin në minutën e 33. Pogradeci u përgjigj shumë shpejt pas 3 minutash duke shkurtuar diferencën me Rodriguez. Synimet e vendasve u goditën në minutën e 4-7 të pjesës së parë, kur Pere mori karton të kuq për faull në hyrje të zonës. Megjithatë, Pogradeci arriti të barazonte në minutën e 53 me Kazim, që shënoi golin e dytë, dhe shpresoi për më tepër, por u detyruar të dilte pa pikë, kur Nian Gula shënoi në minutën e 83 golin që i dha fitoren luftëtarit. Në Laç bardhëzitu mbasi sërish terren, teksa barazoi 1-1 me Apollonin. Nerguti shënoi në minutën e 33 nga jashtë zonës, duke kapur të papërgatitur portierin Fjera Kaçaj. Megjithatë, Apollonia u përgjigj me Trifonin në minutën 73, duke marrë një pikë të vlefshme në Laç. Në pritje të ndeshjeve të tjera të javës së 6 që luhen të shtunën, Laçi mbetet i dyti me 10 pikë, Apollonia ngjitet në vendin e tretë me 9. Pogradeci mbetet 8 dhe luftëtari shkon në 7 pikë. Të shtunën, Skënderbeu i vendit të parë pret Kuksin dhe ka shanse për shkëputje nga vendi i dytë. Natyrisht, në kronikë është përmendur sepse ndeshja zhvilluar ditën e premte dhe Skënderbeu ka luajtur ditën e shtunë dhe tashmë edhe rezultatin e Skënderbeut e dim. Në kronikë nuk është të thënë Hildi pikërisht fakti që Art Mema i jep dorëheqjen. Ju si afër aty tek Pogradeci, çfarë ka ndodhur? Po besoj se nuk është vetëm ndërkohë që regjia më bën lidhjen me Redi Dandallaku në këtë moment, po. Më së shumti besoj se Pogradeci i këtij sezoni duke se nuk po funksiononte dhe nuk ishte ajo kimia e dur, pasi nuk është dramë që t'jesh 2 pikë larg ekipit të vendit të dytë. Po, besoj se arsyeja kryesore që trajneri Mema ka dhënë dorëheqjen nuk është vetëm fakti i rezultateve, por duket se nuk është ajo fryma e dur në klub dhe nuk ka gjetur atë ngrohtësinë qoftë për sa i përket lojtarëve të afruar apo ekipi nuk është se po e binde, dhe kjo besoj se ka qenë ajo verdikti kryesor se e shtyn trajneri drejt dhënies së dorëheqjes dhe një problematik pa dyshim që edhe po të kthehemi pas në kohë në lidhjen e parë që kemi pasur me Zgurën për sa i përket ndërtimit të ekipit, që aty ranë disi ato këmbanat e alarmit, u afruan lojtarë të cilët nuk është se e njihnin shumë. Zgurua tha 8 lojtarë kemi në ekip dhe do vinë 10 tani. Ndërkohë që u larguan ekspert vendas që kanë dhënë maksimumin për atë ekipin e Pogradecit. Hildi, nuk e ka pandoshi, po e keni ju atë që do të ndërpresë të më fali, po lidhet e drejt për drejta besoj me pranoni dhe mua që të ndërpresë fjallën, sepse kam në linjë të drejt për drejt në këto momente Redi Dandallakun. Redi, mirëmbrëma, është gazetari dhe kolegu ynë nga Pogradeci, që natyrisht ka një adrenalin për atë Pogradeci do shumë. Redi, unë të kam ftuar sot për të bërë një analizë dhe do të ftoj edhe në emisionet e tjera, dhe të falenderoj që u përgjigje pozitivisht për të qenë pjesë emisioni, por më ka pëlqyer ai statusi i jot në Facebook. Tani dua më gjërësisht të më thuash, ishte fajt trajneri, Hildi tha pak përpara, nuk e di tha si përgjigj grupi apo diçka të tillë, çfarë ka parë nga brenda pikërisht Mema?
Faleminderit parë ju për ftesën Romeo, përshëndetje edhe panelit. Dua të them se nuk ishte faj i trajnerit Mema, pasi duke parë që nga sezoni i kaluar, pas shkarkimit të Samuel Nikajt, ai ekip e kishte humbur, domethënë, stilin e të lojturit në identitetin e tij, në mënyrë pograditare të themi. Ishte një ekip që luante me topat gjatë, pa ide, dhe me të ardhur Mema, madje ai e kishte thënë edhe para lojtarëve që mua luhet shkurt dhe luhet me lojë efektive me pasat shkurtër për të shkuar deri te porta. E pam suksesin sezonin e kaluar, ku arriti deri në play-off dhe është mundur nga Tirana në minutën e 10 me një autogol. Më thënë, ky konsiderohet sukses. Por çuditërisht, ky ekip u pri, kjo skuadër, kjo përbërje skuadre u prish në këtë merkato vere. Cila që arsyeja, Redi? Jam i sigurt. Nuk e di, drejt me thënë, nuk e di këtë, duhet ta sqarojnë drejtuesit e klubit se gjithmonë faji bie mbi trajnerin. Edhe do të jem edhe me atë që tha Ditmar Bicaj, që kjo e trajnerëve është shumë delikate. Është shumë delikate, por shikoj që 3-4 javët e para shkarkohen gjithmonë trajnerë dhe gjithmonë problemi ngelet te trajneri. Por ndërkohë në klub aty, siç e keni parë edhe u te statusi, ka edhe persona përgjegjës, ka drejtor teknik, ka administrator, ka ata nga ata që bëjnë merkaton apo menaxher apo agent lojtarë që sillin këta lojtarë. Këta janë të paprekshëm. Po. Ndërkohë që Mema përveç asaj humbjes me Skënderbeun, hajt po themi edhe barazimin me Lushnjën brenda në shtëpi. Jo, dakord, të u basësh nga Skënderbeu nuk është ndonjë dramë e madhe. Nuk është dramë sepse për mua në këto 6 javë që kam parë Skënderbeu është ekipi më i mirë dhe kjo nuk ka dyshim. Redi, dëgjoj, të lutem. Ju përmendët dhe me plot të drejtë tha të stafi, drejtori, të gjithë. Te ky Pogradec kemi pasur një drejtor teknik si Nesi Binishi, nuk bajan për askënd dhe ti e di, unë jam i drejt për drejt, por mendoni se largimi ndoshta atyre që kanë përvojë që ngjitën këtë ekip, që njohin këtë, mund të kenë ndikimet e veta? Po këtë do ta prekja këtë pjesë, kjo është pjesa më kryesore. Po. Edhe pas largimit të Nesti Binishit si drejtor, grupi u mbajt, domethënë lojtarë si Shkullaku, Berberi, Ysenllari, Toplari. Mos haroj ndonjë tjetër, Ali Dema. Po. Këta për çuditërisht këta lojtarë ikën në merkaton e verës. Dhe unë jam i sigurt që Mema nuk e ka dashur largimin e këtyre. Nuk e di si ndodhi, por jam shumë i sigurt që Mema nuk e ka dashur largimin e këtyre. Atëre, Redi, dalim te kjo. Futbollistët që u afruan tani Memës, ishin ai që dha okejn i pa, po erdhën me ca video. Natyrisht Pogradeci është ekip që ka buxhet të madh dhe dha ato lekë që dha dhe jep lekë shumë, domethënë për ekipin. Është një nga ekipet më të paguara në kategorinë e parë. Po. Ndërkohë, jo, domethënë ideja ime ishte këtu. Mema ishte dakord me këta futbollistë që erdhën apo ja sollën dhe thanë vazhdo tani? Nuk di ta them qartë se ai ishte dakord, por mua më çon te ideja se ai nuk ka qenë ekipi që ka dashur Mema. Sepse është, domethënë, nuk është e pakuptueshme. Ai me këta lojtarë si Shkullaku, Berberi, Ysenllari, Ali Dema, shkoi deri në finalet e play-offit me Tiranën dhe u mund 1-0 dhe ishte humbje dinjitoze. Po. Sepse u mundën me autogol dhe bën një lojë të shkëlqyer. Mundën Bureli në fushë të tyre, mundën Kavajën, domethënë në ndeshjet e play-offit. Si mund të doj Mema të heq këta lojtarë? Këtë unë nuk kuptoj. Redi, kalojmë pak tek ai fundi. Natyrisht çdo trajner shkon para presidentit kur shikon që ka këto rezultate dhe i thotë që unë do t'jap dorëheqje. Dhe shumë prej presidentëve, domethënë kanë parasysh edhe Takan e gjithë të tjerët, e ka rikthyer përsëri në punë, i kanë thënë vazhdo punën për të punuar. Ndërkohë që në këtë rast, të paktën informacionet e mia dhe janë të sakta, besoj, i kanë thënë po, faleminderit deri këtu dhe janë ndarë me mirë kuptim. Kjo të lë shih të mirë? Mua nuk më lë shih të mirë në fakt. Për faktin se po shiko dua të them edhe diçka tjetër. Faqja zyrtare e klubit bëri një lajmërimin e largimit të Memës, por para disa orësh e kishte fshirë këtë. Pse? Çfarë ndodhi? Nuk e di pse.
mbase mund të jetë një prapaktheu kjo, por nuk besoj se deri tani nuk ka ndodhur. Sot sot Mema Redi, sot Mema doli vetë tha që u nda me mirëkuptim. Mema sot ka deklaruar që jemi ndarë me mirëkuptim me presidentin. Po. Me kuptim, madje ai dorëheqjen në bazë të informacioneve të mia e ka dhënë që pas ndeshjes me luftëtarin, që pas humbjes. Më pas kam informacione që klubi dhe gjithë lojtarët dhe stafi teknik kanë qenë në Tiranë për një takim me presidentin dhe aty është mbyllur komplet. Atëherë, Redi, mund të më thuash cilat janë kandidaturat, çfarë po flitet në këto momente? Për momentin nuk ka kandidatura, për faktin se edhe kampionati ka një javë pushim. Ndërkohë në datën 15 kemi ndeshjen me Delvinën për kupë, por mendoj se do jetë një trajner i njohur, duke parë që tregu ofron emra si Armando Cungu, Gugash Magani, Mezani, janë emra me peshë dhe... Pra më zbulove 3 emra më duket, ke informacion, por e kishe Jo, akoma, nuk kam informacion, me thënë drejtën nuk kam informacion, është shpejt, është edhë, nuk kemi akoma informacion. Redi, më përshtypje fakti se edhe Samuel Nikaj është larguar në një moment kur ekipi, do me thënë, u ndërprej kampionatit dhe erdhi Mema, dhe i tha që Memës që të lash kohë 2-3 javë për të përgatitur ekipin. Mema bën të njëjtën gjë tani dhe do t'i thot atij ku do unë me Zinit, ku ka të shtati, do t'i thot që të lash kohë. Të lash kohë, mbase edhe kjo është. Atëherë Redi, në këtë vështrimin tuaj, me këtë përbërje që ka ekipi, ky Pogradec i ka mundësi tani të gjitet të rikuperojë ato çka ka humbur, sepse aty është, nuk është se çdo një thak më madhe, domethënë ka diferenca të mëdha. 2 pikë më shumë është Laçi, sepse Skënderbeu unë po e quaj të ngjitur që tash me atë ekip që kanë parë. 2 pikë para është Laçi dhe nuk janë shumë pikë, rikuperohen, por ka shumë probleme ekipi, sidomos në fazën sulmuese. Nuk kemi një sulmues pyk, një sulmues qendre. Në krahun e majtë tani s'ka as merkato, tani nuk bën dot, deri në janar s'ke çfarë bën. Jo, deri në janar. Jam i sigurt që do ndryshohet në janar ky ekip, por aty unë siç e thatë edhe ju, e kam prekur në status, aty kanë erdhur lojtar pa përvojë ose të panjohur fare, ose lojtar me përvojë por që janë në fund karrierës të tyre, pa përmendur emra, por edhe ju si gazetar, edhe tifozët, madje edhe stafi besoj di se kush janë këta. Redi, të falenderoj shumë. Besoj se do të jemi së bashku në lidhje të tjera. Të premtoj që ishte kënaqësi që biseduam së bashku për gjithçka, folëm për ekipin e Pogradecit. Faleminderit Redi dhe natën e mirë. Duket se Redi tha atë çka ka ndodhur të paktën edhe në një farmase ishte pak jo pajtues me këtë të trajnerit. Ju rikthyen përsëri trajnerit Pandosh. Trajnerit. Unë jam dakordsohem me Redin për punën e trajnerit. Ndoshta në ato info që kam unë... Pas ka info dhe s'mi the, thoj tani publikut. Jo 100% të vërteta, gjithsesi... Ne diskutoj se ne po gjetëm të gjitha do thotë që ne... Bie dakord, do me thënë duhet i bashkangjitem... Jo ta se më the info për trajnerin, prandaj të ngacmova. Jo deri atje. Po? Jam dakord që me pjesën e Merkatos nuk besoj se ka pasur gisht Mema në ekipin e formuar të këtij viti. Është nga të vetmi trajner që nuk është përzir fare me Merkato. Ja u ka lënë drejtuesve që ju më sillni lojtarët dhe unë do t'i servit. Ndërkohë problemi është se i kanë ardhur lojtar me premisa të mëdha, pra që këta që do vinë do bëjnë namin, do bëjnë diferencën, ndaj erdhi dhe ky Endeku. Ndërkohë që ne diskutojmë për Pogradecin, do të kemi një lidhje tjetër me Pogradecin, por këtë herë tek voleybolli, regjia do të përgatitë surprizën e radhës dhe ne vazhdojmë. Po pak çaste derisa Kallundra, po ta them, Ildi do të jetë në linjë të drejtë për drejt në këto momente. Madje doja të thoja mos më hyrë në Kallundra, vazhdo. Jo, tek futbolli. Kallundra direkt. Tek pjesa e ekipit të mëparshëm që u shkatrua në merkaton e kësaj vere, ishte një ekip i ndërtuar nga dyshja Binishi Nikaj, ama për një afat kohër 3 vjeçar. Dhe me këtë ekip të ndërtuar nga këta të dy, Mema arriti suksesin që shkoi deri në finalet të play-offit. Kjo nuk do të thot pak. Pra ata krijuan boshtin, atë bosht që këta nuk e mbajtën dhe do të thoja ai bosht ishte i formuar me një kosto shumë të ulët, kurse tani kanë hedhur një qindra fish më tepër dhe nuk janë aty. Tani po qanë në hallin e legëve? Është një farë mënyrë edhe kjo.
Po, sepse ata presidenti investojnë, japin lek pa fund dhe nuk marrin frytet e duhura sepse futbolli në Shqipëri dihet që vetëm u mbet edhe po janë shumë pak rentabël klubet, po edhe presidentët prandaj duhet të jenë pak më të kujdesshëm sepse jo gjithmonë investimi është në proporcion me rezultatin dhe jo gjithmonë investimet e mëdha sjellin rezultate të menjëhershme, prandaj duhet më shumë si është ajo shpreha të dish apo të kesh dhe në këtë kuptim jam shumë dakord me Pandushin për pjesën që Boshti ndërtuar vjet nga Nikaj dhe drejtori Binishi, që ishin dhe njohës më të mirë besoj të kategorisë që ngjitën përgatitjen nga kategoria e dytë në të parë dhe krijuar një skuadër mjaft simpatike dhe në momentin që Mema arriti ta çojë këtë skuadër në play-off, unë besoj që ajo skuadër nuk kishte nevojë për një revolucion me 10 lojtarë, kishte nevojë vetëm për 2-3 goditje. Do të ndërpres sepse do të respektojmë një zonjush si Edona Kallundra, të cilën e kam në linjë të drejt. Edon, unë të prezantova si lojtare, por ti një studente që së mbajnë atë kapel se duke shumë bukur me atë kapel. Ju Edona përveç se një volejboliste, është dhe një studente që sot ka një gëzim tjetër. Ke mbaruar bachelorin? Matematik. Për matematik, informatik. Bravo. Matematik, informatik dhe luan volejbol. Prandaj e suksesshme ti se i lidh këto kështu, ë? Kanë lidhje këto me njëra tjetrën. Është e gjeni gjë për bashkë dhe lidh. O Edon, zakonisht kam gjithë mesin e artë me sportit të shkencës. Dëgjoj, ndihesh mirë aty në matematika apo tek sporti? Kur lodhen të njëra, gjej lodhen të tjetra. I kam kombinuar gjatë jetës time dhe mendoj që ja ka dalë siç është më së miri. Mund të më japësh pak si dole me rezultatet e shkollës? Shumë mirë, faktikisht ka qenë një 3 vjeçar shumë i mirë, si nga pjesa e sportit, si nga pjesa e shkollës, normal, duke u marrë me sport profesionist, sepse gjatë gjithë qëndrimit tim në Shqipëri, gjatë gjithë kohës time në shkollë, unë kam qenë edhe volejboliste, njëherë me Skënderbeun, tashmë edhe me Pogradecin dhe kam pas kontakt të ndarë, por që kam gjetur një mesar dhe besoj që ja kam dalë mjaft mirë. Me provimin e diplomës dola shumë mirë dhe jam shumë e lumtur, por dhe me provimet e tjera kam një mesatare të kënaqshme. Si kaloi dita sot? Si unë ndjeva aty në universitet, erdhi keq që do të largoshe? Apo do të fillosh masterin tani? Jo, unë faktikisht do vazhdoj studimet për master, por thjesht ishte një ndjenjë shumë e mirë për mua personalisht, sepse mbarova një 3 vjeçar, iku 3 vite të jetës time në Shqipëri, edhe në shkollë, edhe mu hap, po themi një derë shumë e madhe për ndrejtimin e dijes, sepse pavarësisht se sa shumë e dua sportin, shkolla është kryesorja gjithmonë. Gjojdon, ke dhe një mesazh shumë të madh për të gjithë të rinjtë, ti je një nxënëse, një studente e mirë, dhe në të njëjtën kohë dhe një sportiste mjaft e mirë. Të kalojmë pak tek sporti këtu tek mësime, më fole me atë buzëqeshjen tënde të ëmbël, më fole me atë ndjenjën që natyrisht të gjithë e kemi provuar në jetë, por është gjëja më e bukur kur diplomohesh. Tani kalojmë pak te voleybolli, një Pogradec që vazhdon të jetë në rezultate pozitive. Patjetër që nga rezultatet e vitit kaluara, patjetër që duhet të investohet te Pogradeci, jemi një grup shumë i konsoliduar lojtarë se vitin e kaluar dhe kemi hyrë për qëllime të qarta. Na u desh dhe neve kohë që ndeshje pas ndeshje të ambientohemi me njëra dhe tjetrën, sepse është një grup i ri. Jemi pothuajse vetëm 4 lojtare nga ekipi vitit kaluar dhe është vështirë pasu se re lojtarët reja, por që jemi gatshëm për sfidat më të vështira që na pasojnë në javët e ardhshme dhe patjetër që Pogradeci aty 100% për t'i marrë të 3 sfidat e mbetura. Edion, kë shikoni si ekipi pretendent në këtë sezon? Natyrisht e di që do më thuash Pogradeci pikë së pari. Mund të them kë është si kundërshtar më të fortë se pretendent. Sa diplomatike që e bërë, që kur more diplomën e masterit e bërë diplomatike në përgjigje. Patjetër, Dinamo Tirana janë ata që janë më pretendentët, por unë asnjëherë nuk e hedh poshtë Skënderbeun sepse ka një grup me lojtarë që do të kush nuk di ta menaxhoj lojën e vet dhe kush nuk di të jetë superior ndaj çdo ekipi, Skënderbeu shumë lehtë mund t'i marrë edhe 1 set edhe 2 sete, po edhe gjithë ndeshjen, kështu që për mua është Dinamo Tirana dhe Skënderbeu këtë vit. Pas pak Partizan, prisja më shumë nga ato, po nuk e di se çfarë do sjellin në vazhdim. Kohëve të fundit dhe Tehuta ka bërë disa përforcime, por nuk e di.
Atëherë Dion, javën e ardhshme do të luani me Dinamo në mos gaboj? Po, të shtunë luajnë me Dinamo, është sfida pas Skënderbeut, mund të them është sfida më e vështirë. Na ku do të vendoset se kush do të jetë ekipi që do të për vend e parë. Për vend e parë. Urojmë dhe shpresojmë të jeni ju e Dion. Ne do të takohemi përsëri së bashku nëse keni dëshirë për të diskutuar mbi këtë Pogradec. Faleminderit Edona Kallundra. Faleminderit dhe natën e mirë. Patjetër, dua të them gjithë pogradectarët të shtunën në orën 5 sepse kemi shumë nevojë për ata, po jo vetëm pogradectarët, po dhe korçarët sepse në mos Korça Pogradeci mund të dali kampion dhe jemi afër. Faleminderit, falenderoj shumë. Natën e mirë, gjithë të mirat. Urime dhe sukses ekipit tuaj. E pra, ishte Ediona Kallundra, hymë kështu tek voleybolli. Ediona na tha për këtë fitore, por padyshim po fillojmë pak me Skënderbeun derisa regjia të më bëj gati lidhjen me Gjergjvyshkën. Dhe Skënderbeu ka fituar ndaj Partizanit. Nuk e di, domethënë mendoshe që do të ishte Partizani rivalizues, por duket se tani u bë diferencë e madhe. Skënderbeu fiton ndaj Partizanit madje pastër 3-0. Partizani për mua ka 2 vjet që nuk është në etapat e mëparshëm ku ishte rivali kryesor për Skënderbeun e viteve shumë të mira. Përveç kësaj, unë do vlerësoja shumë ekipin e Skënderbeut. Ka një ekip shumë të mirë që vjen dita ditës në rritje, e ndërthurur me talente të reja vendas dhe me talente të huaj. I uroj shumë barësi dhe 2 trajnerëve të ekipit e Skënderbeut, Olsit dhe Julit. Unë i kam të 2 miq, po bëj një punë shumë të shkëlqyer me atë ekip dhe mendoj se problemi i ekipeve të tjera do jetë Skënderbeu, po fazën tjetër. Ildi? Besoj se ishte një fitore karakteri që e mban lart atë moralin e skuadrës për të qenë faktor në këtë kampionat. Natyrisht meritojnë urimet më të ngrohta për shkak se pavarësisht atyre vështirësive që patën nga ky transformimi i këtij sezonit, arritën që të ngrihen dhe të tregojnë një potencial për t'i japur probleme edhe ekipeve që kanë investuar shumë më shumë se ky Skënderbeu i ndërtuar kryesisht me talentet e reja. Petrika? Unë, domethënë, kam një skenar që jam më shumë optimist te voleybolli se sa te futbolli. Kur e nisa në fillim, po gjithsesi s'ka gjun fur voleybolli. Po, kjo është. Jo, ose nuk ka hyrë brenda gjese do na xhirte do një randi atje. Unë shikoj Skënderbeun në top 4 dhe pastaj në play-off besoj i kemi të gjitha shanset që mund të bëjmë edhe surprizën, po që si renditje e shikoj deri në top 4. Okej, ti e shikon top 4, po si e shikon Gjergjvyshka, të cilin e kam në këto momente në linjë drejt për drejt. Vyshk, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romi dhe mirëmbrëma dhe të ftuarve që keni studio të Shkoçës dhe faleminderit për që jemi javë pas javë bashkë. Edhe RTS Sport është në punë, të shikoj ty në punë, kështu që jemi në tunin e mbasditës, presim që Flabutajt bëj zyrtare largimin e spanjollit Garcia dhe ardhjen e trajnerit të ri që po lakohet të këto orë të fundit Francesco Moriero, ndërkohë që Partizani ka zyrtarizuar largimin e Mladen Milinković dhe për momentin ja ka lënë skuadrën Ortion Krenajës deri në gjetjen e një trajneri. Pra, ka furtunë superiore që në këto 6 javë të para të kampionatit. Na dëgjojnë trajnerë dhe u tmerruan nga e fortuna ata, thonë po na erdhi radha ne pastaj. Jo, sepse në të njëjtin ditë pa ardhur fortuna superiore se erdhi fortuna në kategorinë e parë kur iku Ardian Mema fill pas ndeshjes për luftëtarin. Atëherë Vyshk, ti se i njoh si mirë, di unë i merr vesh të gjitha. Mund të më thuash ç'ndodh me këta trajnerët, çfarë lëvizje do të kemi? Po filloj nga Pogradeci, hajt, me që më kujtove ardhmë me. Jo, nuk jam në gjendje të them çfarë trajneri do të vi pas Ardian Memës. Sigurisht që nuk ishte e mirë ky largim i Ardian Memës fill pas fitores me Kuksin transfer 3-1. Kam përshtypjen që nuk është thjesht disfata me luftëtarin Gjorgji Kyçyku, por janë edhe kusuret që vinë nga humbja me Skënderbeun po në fushën e vet, apo dhe nga barazimi me Lushnjë 0-0 në javën e dytë në mos gabofsha. Pra, Pogradeci këtyre 6 javëve
kam përshtypje që ishte një skuadër transferte, por jo shtëpiake. Ndoshta presioni i madh, ndoshta që u kërkohet rezultate me ngulm duke patur përballë dy skuadra si Skënderbeu apo Silaçi me eksperiencë kategorisë superiore, ka rritur presionin e këtyre rezultateve që skuadra nuk po shprehet në fushën e vet. Kalojmë pak tek voleybolli. Çfarë po ndodh? Duket se ekipet janë vënë gar tani pak a shumë, i kemi atje Dinamo Tirana, Skënderbeu, Pogradeci, janë këto 4 ekipet që do të diskutojnë atë katërshen. Mu më erdhi mirë që Skënderbeu ka fituar pasër ndaj Partizanit në voleybollin e vajzave 3-0, që do thotë që do të kemi një hendek të madh midis 4 skuadrave që u përmendët në renditjen në krye të renditjes së voleybollit femrave dhe atyre që vinë nga pas. Kemi të sigurt që Teuta, Korabi, Vllaznia do të vazhdojnë të luajnë për mbijetesë në Superligën e vajzave, kurse Partizani do të jetë diku aty tek vendi 5-6, por jo për katët parë. Kështu që Skënderbeu dhe duke luajtur në transfer të Redursit, kemi sigurt që do të vazhdojë po me një 3-0 tjetër në fundjavën e ardhshme. Si shikon këtë javë Dinamo Pogradeci? Pogradeci Dinamo, më fal. Nuk kam parë vetëm Pogradecin në Kupën e Federatës Shqiptare të Voleybollit në gjysmëfinalen e parë që fitoi me Skënderbeu 3-0 dhe me ato pikë të ngushta dhe nuk e kam parë Dinamon. Do të jetë një sfidë e luftuar, por skuadrat nuk janë akoma në atë niveli që të shprehen apo që të luajnë sikur të ishte finalja e fundit për titull kampion. Vishkë, jemi në emision të drejtë për drejtë për të qenë transparent, në këto momente më vinë shumë mesazhe duke dëgjuar ty në këto çaste dhe pyetja është pse nuk transmetojnë ndeshjet e voleybollit dhe nuk e dëgjojmë atë zarin tuaj. Shikoj. Atëherë për të sqaruar dhe publikut. Po. Në voleybolli në fundjavë luhet të premten dhe të shtunën. Po. Ndërkohë që radio televizioni shqiptar duke filluar nga RTS1, RTS2 dhe RTS Sporti, ka një kontratë bashkëpunimi 3 vjeçare apo 3 sezone me futbollin për ambicet superiore kategoria e parë, Kupën e Shqipërisë dhe kampionatin e femrave. Dhe e premtja është për kategorinë e parë, e shtunë e dielën është për superiore dhe duhet kuptojmë që edhe klubet e lojrave me dorë, qoftë të basketbollit apo të voleybollit, do duhet përshtaten për të ndruar ditët, sepse nuk mund të jemi deficitar. Vishkë, klubet apo federata? Se klubet s'ka në dorë orare. Federata nuk e merr përsipër të ndërhyjë në kushtet ku klubet nuk bien dakord me njëra tjetrën. Është shumë e vështirë ti thua trajnerëve të ekipeve të shumë sportit të lojrave në dorë të ndrojnë ditën, sepse në treqërekullin e lojtarëve janë të gjithë në punë dhe kanë vështirë. Në javën e parë shkuam të në javën e parë shkuam të transmetonin Tirana Partizani ditë në hënë dhe si thuash ishte shumë e vështirë dhe u bë nami që ato 2 ndeshje luajtën në fillim javën në ditën e parë të javës. Na kuptoni drejt, sepse edhe ne nuk duam që të mos kemi vetëm futboll, po duam edhe sportet e tjera, por është problemi që e premte shtunë e diel është për futbollin. Okej, Vishk, falenderoj dhe për të informacion që më dhe shojtë e kureshte në atyre 10-rave që më ndjekin dhe telefonin më pusho. Dhe sa për informacion duke përfituar nga ndërprerja e kampionatit, sepse luan kombëtarët shtunën me Serbinë dhe pastaj në 14 tetor me Jordanin, mundet që këtë të shtunë të kemi për të gjithë anëtarësit e voleybollit Tirana Vllaznia në voleyboll për femra dhe për meshkuj. Faleminderit Vishk për informacionet, na dhe një lajm të mirë. Dhe të uroj punë të mbarë, të vazhdosh dhe të montosh kronikat japra. E theksoj edhe një herë me forcë, klubet e shumë sportit do duhet të na lehtësojnë neve punën, sepse edhe ne jemi të interesuar për lojrat me dorë, për të mos mbetur vetëm tek futbolli. Faleminderit Vishk, falenderoj, natën e mirë. Dhe do të jemi përsëri së bashku në lidhje të tjera. Ndërkohë, nuk kemi shumë kohë dhe unë shumë shpejt do të kaloj tek kategoria e dytë. Regjia në këtë çast e ka gati edhe kronikën e ndeshjeve të kategorisë së dytë, fitoren e ekipit të Devollit, fitoren e ekipit të Maliqit. Natyrisht kanë qenë në fitore që është dashur shumë punë dhe mund në fushën e lojës për të arritur rezultatet, por regjia më njofton do ta kemi pak më vonë kronikën, gjithsesi derisa të bëhet gati mund të ndajmë 2 informacione cilat janë të fundit. Ditën e sotme nuk kanë fund duke telashet për ekipin e Besës, pasi ka ardhur një vendimi i FIFA-s për bllokimin e merkatos. Pra duke se tashmë Besa duhet të merret edhe me pjesën
e Mercato. Ndërkohë, Si s'ma the pak përpara të po tashi sapo doli si lajm. Pra jemi live për të treguar edhe një herë që ne jemi drejt për drejt. Po. Ndërkohë që për sa i përket stolit të Pogradecit, 2 emra ndërkohë janë duke u lakuar nga informacionet që kam, duke se drejtuesit kanë hyrë në ato bisedimet e para, është Emiliano Cela dhe Bledar Devolli. Pra duket se skuadra e Pogradecit ka hyrë drejt atij profili disi më agresiv, ndryshe nga trajneri Mema, i cili ishte një trajneri i qetë dhe Pra Cela dhe Devolli janë kontaktuar, mund të themi, që bisedime, pastaj bien dakord, bien dakord. Cela largohet nga Besa. Madje Cela ka hedhur në gjyq edhe klubin e Besës për mos respektim të kontratës. Okej. Kalojmë te kronika. Ajo që anoncuam pak më parë, pikërisht sepse Ildi na ndërpreu për këtë informacion na dha dhe faleminderit Ildi për atë informacion në kohë reale. Le të ndjekim kronikën e ekipeve të kategorisë së dytë. Në stadiumin e Maliqit, vendasit kanë dhuruar një paraqitje emocionuese përballë Delvinës, duke triumfuar me rezultatin 2-2 në një sfidë që nuk i kurseu emocionet dhe dramat. Skuadra e drejtuar nga Egli Malsia e nisi vrullshëm ndeshjen duke marrë kontrollin e lojës dhe duke gjetur rrugën e rjetës që në minutat e para. Sulmuesi Ofej ishte protagonist absolut që në pjesën e parë duke shënuar 2 gola që elektrizuan tifozët në tribunat e stadiumit. Ibrahimi vullosi avantazhin e trefisht me një gol të bukur, duke krijuar përshtypjen se fitoria ishte e sigurt. Por pjesa e dytë solli një Delvin më agresive që përfitoi dhe nga një rënje në ritëm të vendasve. Me 2 gola të shpejt në minutat e fundit, skuadra amike vuri ndeshjen në dyshim, duke krijuar një fund loje dramatik dhe me tension të lartë. Gjithsesi, Maliqi arriti të ruajë përsinë dhe të arkëtoi 3 pikë të arta që në nisje të sezonit, duke treguar se për këtë skuadër objektivat janë serioz. Nga ana tjetër, Devolli ka përjetuar një rikthim të mirë pas humbjes në javën e parë, duke mposhtur minimalisht Shkumbinin me rezultatin 1-0 në stadiumin Bilish Sport. Në një ndeshje të luftuar dhe të ekuilibruar, ku më shumë u pa kujdesin e mbrojtjes se sa loja e hapur, goli vetëm i sfidës u shënua në pjesën e parë nga pika e bardhë e penaltisë. Pavarësisht përpjekjeve të miqve për të barazuar, Devolli mbrojti me fanatizëm avantazhin minimal dhe mori 3 pikët e para në këtë sezon. Me këto rezultate, Maliqit e Devolli pozicionohen mirë në rënditje në startin e kampionatit dhe japin sinjale se do të jenë pretendent serioz për vendet e para. Tifozët e të dyja skuadrave kanë arsye të besojnë se ky sezon mund të jetë i suksesshëm nëse vazhdimësia dhe qëndrueshmëria do të jenë pjesë e lojës së tyre. Ja, pra këto ishin rezultatet e 2 ndeshjeve që janë zhvilluar ditën e djeshme. Pandush, një Devoll që rikthehet thot kronika. Apo ishte atje? Unë u thash edhe javën e kaluar që fitoria për Devollin ishte detyrim ndaj Shkumbinit. U bë një lojë e bukur, lojë e vështirë, lojë e fortë. E vlerësoj shumë ekipin e Shkumbinit, sepse vërtet kishte një ekip shumë të mirë për kategorinë që janë. E rrezikuan lojën deri në minutat e fundit. Një episod tjetër do të thoja se ishte 11 metrash. Të ndihmoj, jo 11 metrash, një gol i anulluar. Do të ndihmojë me pamje sepse regjia i ka përgatitur dhe mund të më jap golin e anulluar të ekipit të Bilishit. Po, ndërkohë padush vazhdojmë. Ndoshta ka qenë dhe dobësia e arbitrit si vefaj, ndoshta se ka parë në një kënd të përshtatshëm. Po shikohet qartë që mbas goditjes... momenti, shikojmë dhe analizojmë me të gjithë në studio. Mbas goditjes së Ferratit, duket qartë që Këndezi vjen nga mbrapa shpina e mbrojtësit. Ja ta shikojmë. Po. Dhe nuk ka asnjë fal lidhje me offside-in që akordoi arbitri ansor. Edhe një, ta shikojmë, kemi plan të madh, edhe një nga afër, edhe regjia na ndihmon, mjaft mirë, e falenderoj regjinë për to pamje. Tek pjesa e goditjes së Ferratit, në atë moment Këndezi niset nga mbrapa shpina e mbrojtësit që ka kontakt, por është dhe qendërmbrojtësi që i del para Ferratit që e mban të gjithë linjën e pozicionit offside. Dy javë me polemika të vogla. Një moment shkojnë bashkë deri në vinë e fundit, kështu që dallohet shumë kollaj. Që është gol i rregullt. Po vendosh? Nëse ky gol do cilësohej si i rregull, do të jepte goxha qetësi ekipit të Devollit dhe mund të kishte marrë akoma më tepër një njeri edhe tjetër
ndeshja, nuk do qëndrojmë në aq presion deri në rënien e fundit të bilbindit nga ana e arbitrit kryesor. Megjithatë, episodet e këtilla kanë ndodhur dhe në ndeshje të tjera, dhe jo vetëm për ekipin e Devollit, ndonjëherë edhe duhet t'i pranojmë këto vendime. Në fund të fundit e rëndësishme është që nga ajo ndeshje dolëm me 3 pikë të vyer, të vështirë. Kjo fitore ju bën që t'jeni bën besues, do të thënë ekipi fillon tani dhe rritet më tepër moralisht pas asaj masakre, do thosha, që u bën në ndeshjen e parë. Normalisht na bën të rikthehemi tek objektivat e klubit, të rikthehemi në frymën e mirë që kemi pasur gjatë gjithë fazës përgatitore të ekipit, pavarësisht se ajo çaloi në një moment. Po, për faktor objektiv dhe subjektiv që ne kemi përmendur dhe në... Për faktor të jashtëm doja të thoja unë. Tani thjesht shpresojmë që të kemi ecurinë e dur dhe të mos ta rreshkasim përsëri këmbët. Ndeshja e radhës? Ndeshja e radhës me Partizanin B në Tiranë, një ndeshje shumë e vështirë ku ekipi Partizanit është i formuar nga... Mund të luash futboll? Patjetër që po. Dhe ju e prisni, e doni këtë pjesë? E rëndësishme është që të bëhet një ndeshje e bukur. Normalisht që ka rëndësi dhe rezultati. Po ja, natyrisht me Partizani mund të luash. Patjetër, do të luhet futboll, jo shkelma si kemi parë në disa ndeshje, jo shumë sportësh dhe them se do jetë një ndeshje bukur me Partizanin B për arsye se janë të gjithë talentet e dalë nga Akademia e Partizanit, të cilët pretendojnë që të bëjnë hapin e madh me ekipin B të Partizanit për në ekipin A. Edhe rezervat skuadrës parë. Po, Ildi, Maliqi. Po, përsa i përket duelit mes Maliqit dhe Delvinës, ishte një përballje që dhuroi emocione deri në momentet e fundit. Për shkak të keq, pati kontestime përsa i përket gjykimit, pra gjykimi la plotësisht. Delvina e paska mirë punën me gjyqtarët. Delvina e paska mirë. Po më forti ku ishe? Ja, e paska marrë telefon nga 3-0-3-2. Një skuadër vendase të penalizohet nga gjykimi pasi në 36 Maliqi u detyrua të luante me 10 lojtar, dalja me kartone ndosin, ndërkohë që fundi rezultoi dramatik, madje arriti në atë pikë sa tifozët nga nisur nga të gjitha vendimet prisnin që kur gjyqtari do të jepte atë penalltin, që për fat të mirë të Maliqit lojtari mik e çoi jashtë kuadratit. Sepse do kishte përfunduar 3-3. Po, gjasat ishin të mëdha që të përfundonte 3-3, por shpresojmë që mos shikojmë pasi në javën e parë Devolli me të drejtë pati ankesa përsa i përket gjykimi, në këtë javë të dytë pati Maliqi dhe kurse si nuk duhet që gjyqtarët të bëhen faktor dhe të edhin në erë djersën. Pra duke sikur Delvina më së shumti të sezon atë merkaton e ka përqendruar te gjykimi dhe merkaton ka marrë ta të mirë që është zonë edhe që mban nga mbajtja. Për sa i përket javës së ardhshme të Maliqit do të luajë me transfer ndaj Shkumbinit. Pra kalendari Maliqit, të gjitha ekipet që le Devolli. Do pak shpejt kush do bëjmë një informacion sepse përbëj lajm fakti i Gramozit, një Gramoz që tashmë do të shpëtoj nga hallet me sa duket. Shpresojmë. Jo, do të largohet sepse ka një president të ri dhe është një president italian. Dilema e vetme të cilën mund ta diskutojmë është sa do mund që ekipi të ndërtohet për të qenë pretendent dhe për të ngjitur. Okej, do doj rrugë dhe por edhe një herë, Brendan, kush përbën lajm fakti që ekipi i Gramoz do të ketë një president italian, më besoj ekipi vetëm nga kategoritë e ulta në Shqipëri, domethënë dhe kategori 3 dhe kategori 2 që ka një drejtues tuaj dhe është gjë e rrallë në përgjithësisht në Shqipëri mund të kenë parë trajner tuaj, drejtor sportiv apo lojtar, po jo president. Më pëlqeu ajo që Petrika më tha, Devolli, falni, Gramozi u shit për 100.000 euro sa një hyrje. Sa një hyrje pallatit, Po ka dhe gjithë të shiko, do kishte edhe sukses sepse tani më përpara kishin problem gjithë ekipet të shkonin në Ersek sepse rruga e gjatë. Tani u bë dhe rruga, futbollistët do të vinë, kështu që edhe Erseka do ketë. Okej. Do të diskutojmë gjithësisht në emisionin e ardhshëm, por në fund të emisionit le të ndjekim pak edhe një kronikë të përgatitur për ekipin tonë kombëtar. Regjia, të lutem pak kronikën.
Kombëtarja shqiptare ka nisur grumbullimin për 2 sfidat e muajit tetor, ku fokusi maksimal është te përballja vendimtare ndaj Serbisë në kuadër të kualifikuesve për kampionatin botror. Pas publikimit të listës nga trajneri Silvinjo, futbollistët kanë mbritur në grumbullim për të nisur fillimisht me përgatitjet për sfidën në Leskovac ndaj Serbisë dhe më pas për ndeshjen miqësore ndaj Jordanisë. 2 sfida që nuk kanë asgjë të përbashkët, njëra përcaktuese për kualifikim, tjetra thjesht testuese. Megjithatë, gjithë vëmendja është e përqendruar te dueli ndaj Serbisë, që ka peshë jo vetëm sportive, por edhe emocionale, për prestigjin dhe historinë që mbar. Fitoria është objektivi vetëm, një mision që nuk fshihet nga askush në kampin fuqëzi. Në aspektin e përbërjes skuadra vuan mungesa të rëndësishme, sidomos në qendër të mbrojtjes. Krahas Ardian Ismailit, i cili me shumë gjasa nuk do të jetë i gatshëm, mungon edhe Marash Kumbull. Kjo ngushton ndjeshëm zgjedhjen për trajnerin Silvinjo, që ka në dispozicion pak alternativa në repartë. Risia më e madhe në listë është grumbullimi i Klis Mancakës nga Shkëndija Tentovës, i cili thirret për herë të parë në kombëtar. Në ditën e vijim pritet zhvillime të reja dhe mundësi për ndryshim në listë, veçanërisht në rast se do të kemi dëmtime të tjera, siç ka ndodhur në grumbullimet e fundit. Pjesa tjetër e skuadrës është në një formë të mirë. Shumica e futbollistëve të grumbulluar kanë qenë titular dhe kanë marrë minuta në ekipet e tyre respektive në kampionatet përkatëse. Megjithatë, këtë javë golat nga lojtarët kuqezin kanë qenë të pakët. Pasdite do të zhvillohet dhe seanca e parë stërvitore. Ja, pra kjo ishte atmosfera që ka ekipi jonë në kombëtar. Natyrisht urojmë dhe shpresojmë me një fitore dhe për të qenë në ëndrrën e vetë për vazhdimsinë. Por të gjitha atë çka do të ndodhen në këtë ndeshje, pra kur Shqipëria do të duajë me Serbinë, ne do të diskutojmë të anën e ardhshme natyrisht edhe me problematikat e tjera. Kemi arritur kështu në minutat e fundit të këtij emisioni, na ka kaluar shumë shpejt, kemi pasur informacione të shumta, gjithsesi miqtë tanë e kanë bërë edhe më të bukur këtë emision. Falenderoj padush, faleminderit. Ishte kënaqësi. Falenderoj. Ildi, faleminderit. Tetrika, faleminderit. Një falënderim kredi veçantë shkon për kameramanët dhe teknikët tanë të cilët punuan deri këto momente, por dhe për gjithë ata që përgatitën kronikat, natyrisht. E veçanta falënderim është për të gjithë ju shikues që nuk ndroni pultin asnjëherë. Ditën e në orën 20:30 qëndroni tek rubrika sportive. Nga unë Romeo Zenzifi, natën e mirë dhe mirupafshim në emisionin e radhës.